Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Okej, shenja e gafores. Për shenjën e gafores kemi një lajm vërtet shumë të rëndësishëm pozitiv, mbarimin e retrogradës së Jupiterit, i cili është i vendosur tek shenja juaj. Kjo ka qenë një retrograd e vështirë, më duhet të them, duke qenë se kemi pasur disa kënde të vështira, disa hënë të plota ose vendosje të cilat e kanë sfiduar në mënyrë të dukshme. Kemi pasur pothuajse gjatë gjithë muajit janar këto vendosje të cilat e sfiduan në mënyrë të dukshme shenjën e gafores. Falë këtyre, vërtet që mbylli shumë cikle karmike, por lodhja është lodhje dhe këtë fillojmë domethënë që ta ndjejmë gradualisht tani. Do të vazhdojmë që ta ndjejmë deri ditën e diel, pra deri në datën 8 mars, pas asaj date do të jemi shumë më tepër aktiv, do të kemi energji më të lartë. Duke qenë se dhe Venusi do të kaloj sot tek shenja e Dashit, fokusimi kryesor në këto momente për shenjën e Gafores është karriera, suksesi, arritja e qëllimit, pra, dhe fokus shumë i madh këtu. Mbi të gjitha marrin dhe një vlerësim vërtet shumë të madh edhe nga personat të cilët janë përgjegjësit e tyre, pra eprorët e tyre. Kjo është edhe arsye që kanë një motivim shumë më të lartë. Duke filluar nga dita e martë të tutit, do të keqen se do të kemi kalimin e hënës tek shenja e Shigjetarit, që është e drejtuar nga Jupiteri, i cili aktualisht është i vendosur tek shenja e Gafores. Kjo do të thënë që mund të kemi shkëmbime shumë interesante informacionesh, të cilat vijnë nga burime të cilat nuk i ka shkuar në mendje, por sidomos mund të vinë nga personat që kemi bashkëpunuar në të shkuarën në një mënyrë ose në tjetër, ose nga shoqëria jonë e vjetër, të cilat na ndihmojnë që ne të krijojmë një farë stabiliteti në jetën tonë. Ky stabilitet vjen edhe më tepër, jo vetëm në anën materiale, pra, por edhe më tepër për sa i përket vendosjes tonë në shoqëri. Për shenjën e Gafores kjo është një javë vërtet shumë vendimtare, shumë e rëndësishme dhe pozitive mbi të gjitha. Pas kësaj, gradualisht, duke qenë se planetet do të fillojnë që të kenë kënde negative me Jupiterin, duke filluar nga java që vjen, pra duke filluar nga data 17 mars, gjatë kësaj jave kemi një javë pak a shumë pushimi dhe shpërblimi të gjithë punës dhe mundit që ka bërë deri në këtë moment shenja e Gafores. Kemi një fokusim vërtet shumë të madh tek vetvetja dhe mbi të gjitha, që është pjesa më e rëndësishme, kemi edhe një ndihmë shumë të madhe si nga kolegët, po ashtu edhe nga familjarët tanë, në mënyrë që ne të ndjehemi persona të cilët jemi pak a shumë të bekuar gjithë javës në vazhdim. Ndër ndikimet të cilat mund të kenë qenë pak problematike deri ditën e mërkurë të kësaj jave, deri në datën 4 mars, kemi pasur probleme në lidhje me shëndetin ose një energji të ulët dhe mos kemi pasur fuqi që t'i bëjmë gjërat, pra. Ndërkohë që java që vjen, duke filluar që nga data 9 mars, do të jetë komplet e kundërta, do të kemi një energji më të lartë, do të jemi shumë më të qartë se çfarë do të bëjmë dhe si rrjedhoj do të kemi dhe një rritje vërtet kolosale. Në lidhje me shëndetin, më duhet të them thjesht këtë si gjë që nëse e teprojmë me aktivitetin fizik, mund të bëhet pak më i lodhshëm se çfarë duhet dhe si rrjedhoj mund të kemi edhe prekje më tepër se sa shenjat e tjera tek shëndeti fizik, sepse gjithsesi Jupiteri ka dhe vetin e zmadhimit. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.